Sot në ceremoninë e duas së haxhinjeve të komunës së Prizrenit, cila filloi nga ora 14:30 në qendrën sportive Sezajr Suroi, pati gëzim të madh tek familjarët dhe tek haxhinjet e rinj që nesër marrin udhën për në vendin e shenjtë të haxhit. Lidhur me këtë ceremoni, sot kryetari i Bashkisë Islame të Prizrenit, Falon Ibrahimi, tha se sot po e bëjmë duan për 290 haxhinje të komunës së Prizrenit, të cilët nesër do të udhëtojnë për vendin e shenjtë, dhe mesazhi kryetarit Ibrahimi ishte që uroje të shkojnë në shëndoshë mirë dhe të kthehen pranë familjeve të tyre. Sot jemi në duan e haxhive këtu në qendrën sportive në qytetin e Prizrenit. Të nesërmën dhash Zoti t'i përcjellim haxhit, gjithsej nga komuna e Prizrenit shkojnë rreth 290 haxhi. Sot e kemi ceremoninë e duas dhe përcjelljes. Natyrisht është moment emocional për të gjithë ne, por gjithashtu në veçanti e moment emocional për ata të cilët janë sonte prezent dhe kanë me marrë këtë rrugtim dhe kanë me shku në vendet e shenjta për ta kryer një nga obligimet të cilët Zoti xhaleshanu neve na i urdhëron. Do të ishte mesazhi juaj si kryetari i Bashkisë Islame të Prizrenit? Ne dhash Zoti që shkojnë mirë dhe të kthehen mirë pra në familjet e tyre. Mesazhi jonë është që le të mbretëroj paqja kudo që të jetë, por gjithashtu edhe tek ne dhash Zoti xhaleshanu që të shkojnë me ta kryejnë në mënyrën më të mirë, më të rregullt pra haxhin, dhe kthehen pranë familjet e tyre të pastër sikur loti. Është një nga obligimet të cilët Zoti xhaleshanu neve na i urdhëron, e inshallah Allahu xhaleshanu u bën kabul këtyre të cilët rrugtojnë në këtë vend, pra në këto vende të shenjta, por gjithashtu edhe të kthehen shëndoshë mirë pranë familjeve të tyre. Kryemami i Bashkisë Islame në Prizren, Dr. Orhan Bislima, i sqaroi se pse kanë zgjedhur këtë hapësirë për dua dhe tha se sot ka shumë emocione dhe gëzim, sepse vetëm ata që i kanë vizituar këto vende të shenjta e kuptojnë se cili është gëzimi i kësaj ceremonie. Sot po bëjmë për dallim prej viteve të kaluara, që duan e kemi bërë zakonisht në ditën e nisjes. Sot e kemi menduar këtë formë këtu në qendrën sportive në Prizren Sezajr Suroi, edhe për një arsye sepse te xhamia Paraklis po bën shumë njerëz, edhe trafiku po ngulfatet. E menduam këtu ka hapësirë, në mënyrë që edhe haxhit ndihen më komod, edhe familjarët e tyre këtu le ta shijojnë momentin e duas. Por ndryshe, na për haxhin teoretikisht mund të flasim, por haxhi përjetohet. Haxhi është një udhtim, do të thoya, i jetës, që nuk shpjegohet me fjalë, por këto mund na shpjegojnë e mund na transmetojnë ndjenjat e tyre vetëm ata të cilët kanë shkuar në vende të shenjta. Prandaj edhe për gjithë këta sot që këta haxhi 209 haxhi të Prizrenit që shkojnë, është një ndjenjë e veçantë prej sot, ku ja bëjmë duan, po i përcjellim, po ja këtë udhtim të tyre, po mundohemi t'ja sublimojmë, t'ja madhështojmë, ashtu siç takon edhe haxhit. Në mënyrë që këta të ditën e nesme ku të udhtojnë, ku do të nisen për rrugë, le të mbushin emocione të imanit, të fesë, le ta përjetojnë këtë udhtim, dhe shpresojmë që edhe Bashkia Islame ka bërë gjitha përgatitjet në më të mirë, besojmë që do të kalojnë shumë mirë. Drisa po kështu sot me shumë emocione ishin edhe haxhinjet të cilët nesër do të udhtojnë për në haxh. Dr. Enver Qesko me këtë rast tha se ky është një moment me plot emocione për faktin se po nisem me atje ku nisi besimi islam, dhe kjo natyrisht është një ndjenjë tepër e veçantë. Po këto janë emocione të cilat njerëzit presin me kismetin edhe me thirrjen e Zotit. Prandaj çdo thirrje dhe niyeti jon në momenti kur bëhet mu realizu si që është sot dhe nesër inshallah, kjo është një ndjenje e papërshkrume, sepse kemi qenë në një vend ku është nisja e islamit, ku edhe vetë ne i takojmë dhe do bëjmë ibadete deri në pafund, në mënyrë që të jemi të shpërblyer nga i madhi Allahu xhaleshanu. Po dëshiroj që të gjithëve udhëtarëve, haxhive të jenë të kabul nga ana e Zotit dhe të kthehemi sërish në vendet tona, duke mos haruar dhe gjithmonë të jemi afër Zotit, me Zotin dhe gjithmonë për Zotin.
edhe haxhinjet e rinja që nesër nisën për në Haxhi Lirim Shkurti dhe Skënder Kryesiu. Me shumë emocione folën për këtë rrugtim të ri dhe për faktin se ata me shumë gëzim dhe plot emocione presin vizitat në këto vende të shenjta. Shumë i lumtur, po shkojnë në vende të shenjta, aty ku është fillu krijimi i fejes tonë. E lusi Allahun, jo vetëm për veti edhe për familjen teme, për të gjithë popullin e Kosovës edhe për të gjithë muslimanët e botës që të na dhuron jetë, shëndet e lumturi. Shumë të lumtur, falenderojmë Zotin që na ka mundësuar me kryer edhe këtë shërbim, shërbimet ndaj Allahut i kemi kryer gjitha me radhë, tash po kryejmë edhe këtë shërbimin fetar, po e bëjmë haxhin, kismet një haxh të pranuar inshallah edhe shumë të lumtur, patjetër të lumtur. Mesazhi im është që jeta është jetë, një ditë do të vdesim me menuar për vdekjen që do të na vjen. Nga komuna e Prizrenit këtë vit shkojnë 290 haxhinja. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.